Vampirat, çfarë janë vampirët edhe ekzistojnë edhe ata në jetën tonë reale? Vampirët janë qenja të ligë mitologjike që enden në përbot natën duke kërkuar njerëz me gjakun e të cilëve ushqehen. Ata ushqehen duke ja thithur gjakin duke e kafshuar ato me dhëm në qafë ose në krah. Superfuqia e tyre është errësira apo nota, mirë po ajo çfarë dëmton ata dhe ata nuk e dojnë është drita sepse ja dëmton atyre sy dhe nuk mund të shohin. Dhe gjitha këto ne i kemi pa në film, mirë po a janë këta të vërteta? Dhe po, vampirat janë të vërtetë. Karriera dhe dekada e vampirëve ka filluar që në shekullin e 5. Dhe po në atë shekullin e fshat ishte zhvilluar kjo lloj sëmundje që njerëzit thithshin gjak dhe gjithashtu janë quajtur vampir. Dhe që është më e keqja që kam ja u tërheq trunin orë se ka ende gjallë edhe në këtë botë vampira. Gjithashtu ka edhe në Evropë dhe në kontinentet e tjera. Mirë po këta që ekzistojnë jetën reale nuk janë sikur në filma që i kafshojnë njerëzit. Këta persona që jetojnë tokën tonë padyshim që ushqehen me gjak, mirë po ato jetojnë nëpër vende sekrete private.